Përshëndetje, sonte do të bëjmë një eksperiment. Do të vrejmë disa artropod. Artemia është një lloj artropodi, quhet edhe karkareca shëllir ose krustacea. Vrehet sepse ai jeton në ujë me krep mbi 25%. Këto e mbushim me ujë. Prej ujë përcjellësit. Pra, është mbush me ujë. Këtë shishën tjetër që është prerë, për me najtë kjo. Në nëvitet furnizuesi me oksigjen. E lidhni me një lepak për mos me ik. Pra, e marrë me një dritë, lampë elektrike, e cila nevojitet për rritjen e artropodëve. Para se me I hudh vezët e artropodëve, sepse këto karkareca shëllir jetojnë ose janë mbrojtur ose para 100 milion vjetëve. Dhe kjo tregon se këta janë një organizma shumë të vjetër, qesmi krep. Dy lukë. Ta jetojnë mbi 25%. Do me qenë krep, uje. E lëshojmë furnizuesin me oksigjen që të përzihet ujë. Pastaj, edhe si formë të cistave, mbi 2 vjet. Këto janë tharmë bukës, tharmi nevojit për ushqim për krustace, e hudhni tharmi. Po e lëm një pjesë mos të bëhet shumë. Edhe e ndezmi dritën. Kjo shërben edhe për grohje. Tani hudhim vezët e brendshëm këto janë, ose cistat të cilat I kanë lëshu karkareca shëllir. Këto shërbejnë shtetet tjera edhe për tërheqjen e fëmijëve. Këto janë. Quhen edhe majmunat deti. Monkey see. Pra, drita lëshohet. Ja hudhni edhe disa ujë. Kemi vendosur vezët. Po I marrim me një pipet, me të cilën do të shikojmë se a kanë filluar të çelin ajo. Këto janë disa, do të shikojmë në mikroskop.
gjallë mbrus. Dhe i shikojmë në pasta. Kjo është një vezë. Këto janë vezët ende nuk kanë qelur, sepse Artemia saline ka aftësi të prodhojë vezë në formë të cistave, të cilat janë rezistent të kushteve ekstreme dhe jetojnë në një ujë me krip mbi 25%. Kjo është Artemia saline. I cili përbëhet nga koka, gjoksi dhe barku. Për riprodhimin e tyre kanë dy organe të riprodhimit, meshkujt. Femrat mund të prodhojnë vezë në mënyrë rezistente ose edhe me partenogjenezë. Prodhojnë dy lloj të vezëve. Njëri lloj qelin më një herë, ndërsa lloji tjetër, vezë të trasha dhe më cist, mbeten edhe më gjatë, derisa të afrohen kushtet optimale. Noton në drejtim të dritës. Të rriturit kanë 3 palë sy. Ja këtu shihen syt. 11 palë këmbë. Rritën rreth 15 mm. Duke marrë parasysh se te meshkujt 8 deri në 10 mm, ndërsa femrat 10 deri në 12 mm. Gjaku i tyre përmban hemoglobin, e cila është karakteristike sepse parashtazorët, shumica e tyre nuk kanë gjak me hemoglobin, edhe pse janë të vjetër rreth 100 milion vjet, apo edhe me miliona vite më herët. Trupi i Artemis përbëhet nga 19 segmente.